Dhe mendoj që taktizimi i rusëve në këto pjesë dhe gjepa ku ka inë në regjone tjera është i qëllimshëm për të arritur në bisedime që ta bëjnë një derë thojza Rusia, që të rjeken nga ato regjone dhe të marrë ato ku i ka pretenduar së bashku me pjesën e Hersonit që është jetike për mbrojtjen e Krimes. Dhe kjo me siguri do jetë ndoshta edhe ajo divergjenca që është anuluar takimi i Budapestit. Dhe mendoj që taktikisht Putini ka akuzuar ministrin e jashtëm Lavrov që me duket ka një mosbesueshmëri dhe mendoj që afërsia e Kirill Dmitrievit të deleguarit të Putinit i cili ka udhëtuar në SBA para 2 javë është që ai mund të jetë trashëgimtari i tij si ministër i jashtëm. Bukur mirë flitet se ai ka një kontakt të mirë me vajzën e Putinit. Dhe kjo mendoj që nga rrethi 7-8 personaliteteve Lavrovi është ose është lodhur nga mosha ose mendoj që i afërmi edhe i familjes së tij mund të vjetë Kirill Dmitrievi. Dhe kjo mendoj që në një farë mënyre pastaj faji udhëzë për mos organizimin e mirë, koordinimin me Marco Rubio ka dështuar edhe takimi i Budapestit. Duke qëndruar ndoshta tek Lavrovi, zoti Bilali, edhe tek gjitha këto që luhen të paktën pas perdeve të Kremlinit, ftohja me Putinin, gjithashtu edhe një personazh tjetër që shfaqet që mund t'i kërcënoj edhe vendin e punës dhe ajo grindje, le ta themi kështu, apo ndoshta mënjanim që i ka bërë Putini Lavrovit, a mund të ketë ndoshta Lavrovi nëse i kthe ndonjë kundërshtar Putinit njëjtin fat si ish aleati i presidentit rus Prigozhin që drejtoi militantët e Wagnerit? Rolin e Yevgeni Prigozhinit jo, ai ka qenë ushtarak, kuptohet, me që ka dhënë Wagnerat, fatkeqësisht Wagnerat. Grupin mercenar, po. Po, mercenarët, sidomos në Afrikë. Ata kanë dëshirën dhe rah pulsi i tyre ka rah ato ku ka altan, ku ka ari. Dhe kjo në vendet afrikane ka qenë jashtëzakonisht një sistem i tillë organizimit që Wagneri jo vetëm që dyshohet, por realisht pjesë të tij ose mbetje të tij në një reorganizim të ri janë edhe në Venezuelë. Dhe mendoj për të mos ikur pyetjes së juaj, mendoj që ndoshta mund të jetë një bluff i rusëve, një mos dakordans me Lavrovin, i cili një kuadër dhe një kaliber në diplomacinë njoftëm 21 vite s'paku. Pastaj mos kam për karrierën e tij si ambasador dhe periudhën me të cilën ka shërbitur në misione diplomatike ruse. Por nuk e mendoj që mund të jetë një konflikt sepse është dorë hekur Putini, nuk lejon kundërshtar. Ajo kuptohet realisht në Federatën Ruse nuk i as opozit, sepse sidomos në kohën e tillë të krizave dhe luftave, imizhi i liderit shkon në zenitin më të lartë. Nuk është tip diplomati Lavrovi, nuk është që mund të bën rezistencë. Bili thuhet Koçari aty ka nisë në takimin në Arabinë Saudite kur ka qenë kur përgatit karrika e tretë dhe ka pyetur çuditshëm përkund është kjo karrike. Dhe ato papritmas u shfaq Kirill Dmitrievit. Dhe kjo shihet që Putini ata që i ka miq është një metodë, mund të them, më moderne e formës së Stalinit, i cili mish më të mirë në disa momente i hudh kësh. Dhe kjo realisht e bën të pamundshëm. Rusia për momentin e ka problem ta ndrojë leadershipin, nga se situata e tillë çfarë është në Rusi nuk është në pyetje dhe nuk vjen do thotë dilema se a mundet Lavrovi ta rrezikoj në karrierën e tij si leadership Putinin. Për të kaluar në një çështje tjetër, të paktën ajo që prek edhe dimrin e ftohtë, sa vendimtare është ardhja e gazit amerikan për mbijetesën e Ukrainës në këtë dimër dhe a e bën Ballkanin një shënjestër të Rusisë, duke ditur që ky tubacion gazi kalon përmes Ballkanit për të arritur në Ukrainë? Po, për Ballkanin është e rëndësishme, sepse kuptohet me sanksionimin dhe bllokadën që bë gazit rus, atëherë vetëm zgjidhja ka met LNG-ja. Do thotë gazi langshëm amerikan, i cili në më të them afër brigjeve greke në pjesën e Egjeës, diku 20 kilometra, apo më të them diku 7-8 mile, është futur si opsion dhe është arritur edhe në takimin Mitsotakis, kryeministri grek, me presidentin e Ukrainës, Zelenskin, dhe në praninë dhe të ambasadores amerikane, kanë arritur që do thotë këtë furnizim i cili shkon në 5.5 miliard metër kub, që është para pa për Greqinë, pastaj në pjesën Maqedonisë Veriore. Ne në këtë tubacion si Kosovë nuk e kemi ende qasjen. Mirë po është e rëndësishme
që sigurohet një stabilitet, mund të them një ikje nga varësia ruse. Amerikanët kuptohet përmes këtij korridori, Bullgari, Rumani dhe Moldavi, tentojnë që me preferenca, mund të them edhe tarifa që i aplikojnë vendet si Moldavia, e cila ka shprehur dëshirë që tarifa të jetë zero për deri në kalimin e këtij dimri për Ukrainën. Dhe mendoj që më herët ka qenë tetor 2024, do thot vetëm ato aspektet, mund të them, jo vetëm të nisjes, po dhe të ardhes së këtij gazi, përgatitjes së infrastrukturës, siç tham në Egje, në pjesën e Bregdetit grek. Çuditërisht Greqia përfiton shumë, dhe nga njerë është fati o mbreti i botës, dhe ka arritur që grekët ta shfrytëzojnë shumë mirë këtë çështje. Dhe mendoj që kjo është e rëndësishme, sepse kjo ka filluar pastaj edhe Gjermania në kohën qysh në mandatin e parë të Trumpit. Me Merkelin ka pas jashtëzakonisht polemika tash prap për Nord Stream 2, që amerikanë kanë kërkuar me këmbgulje që të hiqet varësia nga rusët. Por varësia pastaj të krijohet nga amerikanë. Dhe mendoj që edhe në Gdanskit të Polonisë ka qenë dhe është një marrëveshje e tillë për si më thonë rrugëtjen e këtij gazi, dhe pastaj gazifikimin e tij dhe gjitha ato procedurat teknike që janë në lami e njerëzve që njohin këtë problematikë më mirë. Por kjo tëra ka qenë që Gdanski do thotë ka qenë deri në 6.1 miliard metër kub. Dhe sepse Polonia do thotë qysh herët, po edhe Gjermania në infrastrukturën e tyre kanë bërë përgatitje qysh nga 24 shkurti vitit 2022 nga fillimi i invazionit rus në Ukrainë. Dhe kjo do thotë Evropa ka hyrë në rrugën e një varësie të plot tash nga amerikanët, i cili është një levërti jashtëzakonisht e madhe për amerikanët, shitja e këtij gazi të langshëm, LNG-s,